Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Në fillim nuk e praktikoj, por do bëj një përshëndetje. Sot kam takuar një mikun tim të kahmoqëm, Zudën e fshatit Slatin. Për mu Zuda ka një uri më të nda politike se sa shumë politikan, drejtor e kështu me radhë nga viti 1993 deri tash. Zuda ka një dhënti natyrore që mund të ta tregoj, ja tregon datën, muajin, vitin e lindjes, e ta tregon ditën e hënë, martë, mërkurë e njëjtë. Dhe më befasoi, tha, Axha Mesut, të kam përcjell në podcast. Ke lënë pamen, po pse be Zuda? Se i vetmi deri tash e thua atë që duan ta thuan të gjithë. Falenderoj Zudën dhe e çmoj jo vetëm për këtë, por edhe herave të tjera. Pra, nuk kam pritur që dhe nuk i marr për llogari kolegët gazetarët ose ato se bëjnë për shumë shkaqe të ndryshme. Mu më intereson këta të tjerët, dhe një prej këtyre të tjerë ishte dhe Zuda. Zuda, faleminderit për këshillën dhe unë do vazhdoj, se tha vazhdo. Atëherë të vazhdoj. Tetova, si di se si u duket disa politikbërësve maqedonas, më mirë të mos kish qenë në Maqedoni. Po parët ja kishin marrë, mirë po më mirë të mos kish qenë se duhet të kthehet. Dhe në vërtet çfarë po ndodh në Maqedoni, kuptohet, ndodh edhe në Tetov. Ndodhit lidhur me formimin e partisë politike Unioni Demokratik Shqiptar Vlen, që u paralajmërua këtyre ditë. Nuk them se janë prodhim i filo adhuruesve të Mickovskit edhe ndër shqiptar, që ka plot. Komplet qeverinë ka filo Mickovski. Por se ka gisht vëmërë dhe pëmne e Mickovskit, kjo nuk diskutohet. Pra, logjika e Mickovskit është edhe ndarja, dobësim, kontroll, asgjë më shumë. Shumë përgjigje dalin si pyetje. Pse Besa, që është parti politike me veprimtarinë në Tetov dhe kontrollon Tetovën si qytet, 2 mandate, është në shënjestër. Pse Mickovski frikësohet nga Besa? Nuk është në pyetje bëdi. Dikush e shtyn Besën të bëj pazare në emër të unitetit. Pse besatarët që kontribuan këtyre ditë më thonë rrugës Besa nuk duhet të hyjë në Vlen? Sepse kush e sundon Tetovën, e sundon skenën në politikën shqiptare në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Një krahasim sot mund të bëhet edhe si statistika të buxheteve të 2 komunave që pretendojnë udhëheqësit e tyre të sundojnë skenën politike shqiptare në Maqedoni. Tetova dhe Çajri. Tetova sot, me 27 vota për këshilltarët komunal të Tetovës, miratuan buxhetin e komunës për vitin 2026. Tash dëgjoni me vëmendje. 45 milionë gjysmë euro do të arrijë, për cilave me 40% ose 17.7 milionë euro janë të destinuara për investime kapitale, sipas kryetarit të komunës Bilal Kasami. Ai shtoi se përveç investime kapitale nga janari i vitit 2026 do nisë edhe shërbimi i transportit publik, falas një premtim i dhënë më parë. Por më befasoi një deklaratë tjetër e Bilalit. Tha, në autobus falas do të mund të thënë të gjithë ata të cilët i kanë të kryer obligimet ndaj komunës. Se do veni qipa dhe në qip do shkruaj Mesut Shabani se ka paguar këtë e këtë në komunë, apo si Bilal, nuk e sqarove bashmirë. Ndërsa, Çajri edhe ai me data 25 të muajit të 12 2025 miratoi buxhetin e komunës 26 milionë euro. Pra, edhe në buxhet edhe në çdo gjë Çajri është gjysmë më pak dhe pretendon që të jetë udhëheqës politik shqiptarët të Maqedonisë, asnjëherë. Për çka bëhet fjalë? Vleni është mjet, jo subjekt real politik. Pa Besën Vlen nuk ka terren në zonën 6. S'ka deg, s'ka aktivist, s'ka elektorat besnik. Ka vetëm emra dhe poste që presin. Kjo është arsye pse presioni për shkrirje është jetik për ta. Pra, Besa, pa marrë parasysh se është në koalicion Vlen, është problem kryesor për Mickovski. Jo nga ideologjia, por Mickovski t'i dhem shumë Tetova. Kush e mban Tetovën e dikton diskursin politik shqiptar. Bilal Kasami aty prodhon pushtet real, jo retorik.
Kjo bën besën të rrezikshme për çdo skemë kontrolli nga VMRO. Skema është e qartë. Fute besën në vlen, përdor strukturat e saj, nxirr deputet nga vlen pa besën, neutralizoj identitetin politik të besës, rezultati çao besa, përfitim maksimal për Mickovskin, zero kosto politik për të. Dhe kush mbetet atëherë Nyja? Nyja është Adnan Azizi. Orator, jo edhe aq shumë, ama punëtor boll. Lojtari prapas skemës, jo i pazareve të shpejta. Pikrisht për këtë nuk i leverdis vlenit. Nëse ai lëshon besa humb, nëse qëndron u aprish skemën të gjithëve, kjo është jo për të tallur, po edhe Zuda më tha, ky rotacioni 3 vite plus 1 vit, a vazhdo me sot nuk ka hije, pse? Bilalli vet, ata 3 zbërin sa Bilalli. Është pra mashtrim politik Zudo. Nuk ka as logjik pushteti as garanci. Kush shihni dobet në koalicion del i zhdukur. Historia politike shqiptare në RMV e ka provuar këtë disa herë deri tash. Të paktën unë jam dëshmitar i vitit 1992 deri tash. PD-ja me kë nuk u bashkua dhe në fund mbeti të në plot me Rom. Mickovski po luan me duar të pastra tash. Derisa Vleni ja bën punët e pista. Ai vetëm përfiton. Vleni kuptohet pa besën këtu. Kritikat bjerë mbi shqiptarët, jo mbi VMRO-n. Perfide, por efektive. Përfundimin e del si ato amërsirat ngrohtë ftohtë. Nëse besa shkrihet, humbet. Nëse reziston, mbetet faktor. Zorën 6 nuk eviton retorika nacionale për struktura e Tetovës. Ato, për momentin, Tetovi kanë vetëm besa dhe PDSH. Pra, dhe njerë, topi është Adnan Azizi, nëse sillet si ujk, besa mbjeton. Nëse jo, historia mbyllet para 2028-s. Shtetit e zhdukjes politike, pra lojë rrezikshme e Vlenit. Okej, pra, besa nuk duhet të hyjë në Vlen sipas gjithë asaj që jo përfolet, po përflitet dhe po e mba Maqedoninë peng. Vërtet është kjo shumë e çuditshme. Mickovski mundohet të bëj atë që bënë zgjedhjet lokale në 2025 në Pronën Vlen, ku e zbardhi ndikimin politik të politikbërësit aktuar shqiptar që kanë qeveri. Raste më eklatante Bervenica dhe Kërshova. Tash mundohet njëjtën lojë ta bëj edhe për zgjedhjet parlamentare në zonën 6, sepse parti politike e përmendëm më parë me taban nacional shqiptar mund të ketë vetëm Tetov. Për momentin vetëm besa PDSH kanë ritme dhe ikonografi shqiptare në veprimmarrje. Besa u pengon pra Vlenit, Shqifoles pjesës tjetër dhe Mickovski posaçërisht ka fshat që nuk ka përdietur janë kohët e fundit punën e Bilal Kasam në qytetin e Tovës. Punon Bilal Kasami posaçërisht me këtë rrugën tash që ka hapur për poroj gjepshidetar. Populli thot, ja unë nuk kam mendime të tilla për punën por për disa gjëra të tjera se si ai shfrytëzon pastaj për marketing politik. Dhe u tutën se besa mund të shndrohet në fuqi ndikuese shqiptare në Maqedoni. Pra, Vlen është interesuar të hyjë në shkrirje gjoja për interesa nacionale. Anë të vërtet ndikimi Mickovski tash duket se i tejdukshëm, sepse është fjalë popullore të këndej nga Tetova thonë duke pasur mashën pra Vlenin, pse ti djeg duart Mickovski? Atëherë opinioni ndërkombëtar dhe shqiptarët do kritikonin se u përzihet në punën e breshtë të shqiptarëve në Maqedoni. Nëse jo në 2026 zgjedhjet e parakohshme, atëherë 2028 do jenë zgjedhjet e rregullta parlamentare. Nuk ka shansa parti tjera përveç besës të krijojnë struktura të realta në zonën 6. Pra Vlen pjesa pa besa, nuk ka strukturë, dega antarë dhe elektorat në zonën 6. Okej, kështu, me shkrirjen e besës në Vlen, ata do mundohen të përdorin strukturat e besës, degët në emër të koalicionit, pra unitetit, dhe të nxirrin deputetët e vet, pa asnjë merit. Pa asnjë merit. Pa gjithë presin që fjalën e fundit të thot Adnan Azizi, besatarët. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Vazhdojmë më tej. Çdo qytetar i Maqedonisë së Veriut, sepse ende jemi në vitin 2025, është data 30 muaj 12, 2024 vitin i kaluar. Po edhe ti që më shikon tash, ke hudhur 438 kg bërlloke. Nuk them unë, e thot enti shtetëror statistikor. Që nuk ka. Por ajo cila befasoj se edhe juve ju ka befasuar është 2/3 e familjen e Maqedoni, ose saktësi 70% në këtë dimën ngrohen me lëngë djegëse të ngurta. Janë të dhënat e enti shtetëror të statistikës.
Pra, pjesë më e madhe e familjes gjatë vitit të kaluar janë ngrohur me shporeta, pra soba, ku mbi 71% me lëng djegëse të ngurta, ndërsa 20.7% janë me energji elektrike. Pjesa më e madhe e familjes ose 36.3% jetojnë në banesë me 3 dhoma, me sipërfaqe nga 51 deri në 70 metra katror. 28.6% në banesa me 4 ose më shumë dhoma, ndërsa 26.4% në banesa me 2 dhoma. Në banesë me 1 dhomë ose garsonier jetojnë 4.5% të familjeve. Mbi 92.7% të familjeve jetojnë në banesë në pronësi. Kemi kalu Zvicrën. 5.1% të prindrit, fëmijët ose të afërt të tjerë, ndërsa 2% në banesa me qira. Dhe kjo që do ju kënaq të qeshin. Mesatarisht nga 3 antarë të një familje, një është i punësuar. Ama kur llogaritet në përgjithësi në Maqedoni, të është gati sa askush. Numri mesatar i antarëve në familje është 3.05, ndërsa mesatarisht 1.13 ishin në marrëdhënie pune. Kjo është ajo cila e bën njeriu edhe njerë të dele dhe nga lëkura e vet. Çfarë të bëjmë? Jetojmë në një shtet ku çdo gjë ka kohën, veprimin, por efektin nuk e ka. Efektin nuk e ka. Asgjë tjetër, unë të ju përshëndes, dëgjohemi në ditë të tjera. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.